sidomos në shkollë, kanë gjyku shumica kanë thonë s'lejohet, shumë e vogël, shumë e re. Sinqerisht, gjithmonë vetën kom pas qef. Flokët e mija vetë i kom ly, grimin tam vetë i kom bo, krejt senet vetës ja kom bo. Edhe pse jo sot me bo dikën muni bukur, muni sa ma e mirë, mi janë zera ato të bukurën prej mrena, edhe knoqëna shumë. Sinqerisht sani ma i mirë është kur një klientë më thotë, o zot, më ke knoqë, më punë të bukur, qëta e du shumë, edhe kem ka shtypër me e bu këtë profesion. Pra, Hira pas ka fillu me ato ndryshimet tek vetja, qysh në moshën të reja. Pastaj ke pas komente në atë kohë, ndoshta për atë guximin që e ke pas? Shumë, sinqerisht shumë kom pas se, sidomos në shkollë, kanë gjyku shumica kanë thonë s'lejohet, shumë e vogël, shumë e re, po se di, prind s'ma kanë prish asnjëherë, princesha, edhe kom pas lirin për me e bo, dhe s'jam pishmën heq, kom su shumë. Edhe gjithë shka menoj që ma mirë është me provu vetë, ma ndej me ja bo dikojt, shumë ma e letë menoj. Dhe thot, në atë periudhë veç se ka fillu dhe kjo dashnia jote ndërsa që ti ndihmosh edhe dikuj tjetër të do këtë bukur, a? Kanë qenë flokët ndërsa themi si hapi i parë? Po, hapi i parë jënë kom flokët, më ndej kom fillu këtë krejt familjarët, mami, krejtve mja u regullu, me provu diqka, edhe u shëndru për një me diqka që e të isha shumë, e bëjsha me shumë qef, edhe së dhe kom vazhdu. Po sa është e vështirë, ndërsa ka pas, po besoj ndër krejt këto vite punë, ke pas, po besoj edhe kliente që ndoshta kanë ardhur me një kërkesë tjetër, po thjesht Hira nuk e ka pa që i shkon më së miri ajo pjesë. Kanë dëgjuar këshillat? Sinqerisht, me punu me femra është pak më e vështirë, po gjithmonë komunikimi që me thonë është qelëse, gjithmonë për derisa e fol, i tregon nuk të kisha thonë, unë ta bëj, po nuk të shkon ma shumë që kjo, që ajo, po gjithmonë gjena do të knoqën a dy anë se tu e fol, e kuptën, ka ndodhë dhe rastet që, okej, e ka bo që shka dasht, ma ka bo bëne ma mirë që shtete. Edhe në gjithmonë jena kuptu, se veç vynë me komuniku edhe, me usqaru edhe krejt kuptu. Po edhe punën ke fillu në moshë shumë të re, apo jo? Nëse në moshë veç se fillove të miresh, temi kështu tamam profesionalisht? 16. Moshën Me 16 kom fillu, tamam profesional, me punu, u kon 16, e ona e flokëve kom fillu mas pore. Po sa ishte vështirë për ty në moshën 16 vjeçare dhe do një punë ekipore, apo jo? Gjithmonë ke qenë rrethuar me shumë njerëz? U kon shumë ndryshe, se jam kon ma e vogla, krejt më kanë këshirë në një sy pak ma ndryshe, edhe kom punu me një vend që u kon pak ma, kom pas ma shumë stres, kom punu të kaci, edhe ka pas shumë ftyra publike, u kon shumë interesant, edhe normal u kon shumë stresuse, po u kon një eksperiencë të i për e bukur, kom su shumë, jam knoqë shumë edhe jam shumë e lumtur që vetë se e kom bo, u kon diqka shumë e mirë, po edhe diqka që në fillim u kon këgja e vështirë.